Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për dhunën që ushtrua në Big Brother nga Jozi kundrejt Gjestit dhe që tronditi mbar opinionin publik, por si ndikon kjo dhunë tek vetë ai që u dhunua tek Gjesti, por çfarë fshe nga ana tjetër edhe vet Jozi, si dhe transmetimi i kësaj dhune si ndikon në opinionin publik. Pra, do të trajtojmë atë se çfarë pasojash sjell dhuna në këtë mënyrë, dhe për këtë ne do të flasim me psikologun nga Prizreni, Ron Kastrati. Ron, përshëndetje. Përshëndetje në mbrëma për ju, stafin tuaj. Faleminderit për ftesën, sigurisht që këtë tematikë do e trajtojmë me një analistë të thellë, pa e gjykuar në mënyrë të padrejtë gjithë ngjarjen, sepse qëllimi ynë është të ruajmë balancin dhe patjetër mos ta justifikojmë fare dhunën, por as të mos i demonizojmë personazhet që janë pjesë e këtij spektakli. Patjetër. Në optikën tuaj si psikolog, si e keni parë këtë ngjarje? Kjo ngjarje sigurisht që ka shkaktuar tronditje emocionale tek ata të cilët e kanë ndjekur në vazhdimsi këtë reality show, dhe në qoftë se analizojmë me vëmendje shkaqet e një sjellje të tillë që vinë apo rezultojnë me pasoja të dhunës dhe goditjeve fizike apo dhunës së ushtruar ndaj dikujt tjetër, në mes të njëri tjetrit brenda një reality show, sigurisht që përveç se janë të dënuara moralisht dhe viktimat që bien pre apo janë të ndikuar, të abuzuar emocionalisht, dënuar nga këta dhunues ose persona që humbasin qëndrueshmërinë emocionale dhe nga një vetë kontroll kalojnë në një impulsivitet të pakontrolluar agresiv. Sigurisht që këta persona që e vuajnë këtë dhunë, si ajo që ndodhi me Gjestin, sigurisht që kërkojnë edhe mbështetje emocionale, por për të analizuar me thellë këtë, sigurisht që ne duhet i kompletojmë në vija të trasha elementet substancial të shfaqjes së kësaj dhune dhe ku jemi sot ne si shoqëri që ndjekim reality show dhe si e perceptojmë këtë spektakël. Ne dim që streset kronike, përjetimi i dhunës, tronditjeve fizike, abuzimeve emocionale brenda një spektakli si Big Brother, qoftë Big Brother VIP Albania apo Big Brother VIP Kosova, ne analizojmë shkaqet dhe si psikolog parashtrojmë qëndrimet tona duke qëndruar neutral dhe të paanshëm mbi shpjegimin thelbësor të ngjarjeve, të këtyre frustrimeve që vinë si rezultat edhe i projekcioneve që i nveshim apo i shfaqim ndaj të tjerëve, edhe duke i shikuar si objekt të agresioni për të shfryer gjithë mlepin dhe frustrimin ton, ndërkohë në ndikimin e një stresi kronik, vedia apo racja jon humbet apo ulet, zvoglohet ndikimi saj, dhe kur kalojmë një veprim këtësisht irracional, pra impulsiv e agresiv, sigurisht që pastaj e gjithë situata mund të përshkallëzojë dhe mund të vijojë me probleme të shpeshta të dhunës dhe shkaqeve tjera që mund ta pezmatojnë problemin esencial të një spektakli si Big Brother. Ne Big Brotherin patjetër që mund ta konceptojnë si një eksperiment social, por duket sikur tani po funksionon, e themi në thonjza, si një laborator ku aty në ndërveprimin e sjelljeve
reagime, afeksione emocionale mes njëri tjetrit, polarizimeve, paragjykimeve, bullizimit, trajtimit të pabarabartë ndaj tjetrit, kjo e bën këtë spektakël, mendoj, akoma të pamenagjueshëm ashtu si do duhet të ishte në realitet. Unë kam propozuar edhe në disa emisione televizive një protokoll të detajuar brenda kornizave të etikës dhe edukimit emocional të audiencës, të spektatorëve që e ndjekin këtë reality show, edhe banorëve që janë brenda aty, e që patjetër është thelbësore dhe shumë rëndësishme që ata të kenë një shëndet mendor të stabilizuar, jo të rrezikuar, të cenzuruar nga këto ngjarje dhe thana të papërshtatshme. E di se çfarë, të them një gjë. Në fakt, unë kam lexuar edhe disa shkrime të filozofit Guy Debord që ka përshkruar, analizuar edhe këto shoqëritë e spektaklit. Dhe është interesante ta themi që ne duket sigur tani kur shohim spektaklin reality show Big Brother, ne jetojmë me pamjet dhe nuk jetojmë me përvojën reale. Dhe të jetosh vetëm me pamjet dhe mos përjetosh, mos të absorbosh apo në mungesë një reflektimi empatik, shoh komente shumë të çuditshme në rrjetet sociale ku këtë emocion e shohin si argëtim dhe kjo i bën ata të jetojnë vetëm me pamjet. Prandaj ka marrë kaq shumë klikueshmëri dhuna e ushtruar ndaj xhestit, goditja apo mungesa një kontrolli emocional dhe zhvendosja nga një vetë kontroll në një reagim impulsiv të ashpër, violent madje. Guy Debord e ka trajtuar këtë në trajtesat e tija filozofike për shoqëritë e spektaklit dhe i ka dhënë theksin edhe eksperimenteve emocionale, vetës, tjetrit në raport me të tjerët brenda këtyre spektakle ku ne çfarë bëjmë? Përfshihemi në klikime, në gjëra vetëm interesante që kanë bëjnë me pamjet, me eksitimin ton në lidhje me këto pamje, dhe çfarë ndodh pastaj? Humbet ndjeshmëria jon njerëzore në raport me reality show dhe me problemet e shfaqura aty. Shikoni, kjo ngjarje ka qenë pa precedent, por duhet kemi kujdes tani, duhet jemi vigjilent sepse ka gjasa që këto në qoftë se nuk monitorohen, nuk menaxhohen nga produksioni dhe nga stafi profesional i reality show që organizojnë këtë, patjetër që këto mund të përsëriten dhe nuk duhet ngelin të çuditur dhe themi ja, ndodhi sërish, sepse nuk e kemi menaxhuar. Jeta është një lakore, nuk është thjesht një vije drejt, por ne duhet ta menaxhojmë atë gjatë gjithë kohës. Edhe në reality show në Big Brother, gjithçka duhet jetë monitoruar, e menaxhuar dhe e dini se çfarë, unë mendoj që në këto situata kamerat aty që janë të vendosura, pastaj klikimet video të hedhura në rrjetet sociale, këto e bëjnë çdo ndjesi të publikut të amplifikuar. A e kuptoni? Pra kur këto ndjesi amplifikohen, atëherë përveç se ne humbasim sensin e një kuptimi logjik të asaj se çfarë ndodh, ne çfarë mund të ndjejmë knatësinë nga këto gjëra që i shohim aty dhe se si shfaqen dhe sigurisht që pastaj ambienti brenda nxit reagime dhe zhvillime mediatike mbi këto probleme. Dhe këto e shikoni janë të korreluara njëra me tjetrën. Ambienti i frustruar, i polarizuar, i provokuar nga spekulimet dhe nga gazmimet që bëhen shumë rrjedhoja, e bën këtë spektakël tek të tjerët ta humbasin ndjesinë dhe ti shikojnë pamjet si një thjesht spektakël teatral që e nxit dramatizimin, histerinë dhe bën personin pastaj jo vetëm të ndjek knatësi, por të humbas edhe dhimbjet, emocionet, pikëllimin apo ndjenjën dhëmshur për tjetrin. E sigurisht që
në këto situata profesionistët e shëndetit mendor, grup ekspertësh dhe profesionistësh duhet të mirë organizohen për të dhënë propozime dhe parashtruar plane ideore, koncept drafte, protokolle të hartuara profesionalistë për të mjanuar dhe për të sfiduar këto probleme që lehtësisht mund të na shqisin nga dora jonë e menaxhimit. Pikërisht për të mbetur tek pjesa e asaj shfaqje reale, pra e përjetimit real, çfarë ka përjetuar në atë moment Gjesti? Pra marrim një person i cili ndodhet në kushte të papërgatitura të dhunës fizike, ndërkohë nga ana tjetër kemi Jozin i cili duket që e ka planifikuar goditjen, dhe në këtë rast çfarë pëson një person nga ana psikologjike sa i përket goditjes në befasi? Mirë, tani, e shikoni, ne po bashkëbisedojmë dhe gjithë kohës mund të hipotetizojmë apo supozojmë se kjo mund të ishte e planifikuar ose jo, Gjesti mund t'i vuante apo mund t'i vuaj pasoja, gjitha këto bëhen në sajt të vlerësimeve dhe matjeve apo testimeve psikologjike dhe një analizë të detajuar racionale dhe analitike sigurisht, por me qenë se na lejohet të parashtrojmë opinionet dhe qëndrimet tona, unë mendoj që Gjesti karakterizohet me cilësitë e një inteligjencë emocionale, inteligjencë kjo që Gjestin e bën të dalluar në atë spektakël dhe po flas tërësisht i panshëm. Dhe pse e bën të dalluar? Sepse ju e patë dhe reagimin parë bisedimin që bëri me Eglin, ajo se çfarë i tha Eglit, pastaj në lidhje me goditjen që kishte marrë dhe se si e vazhdoi pa e ndryshuar humorin e tij, duke dhuruar spektakël të mirëfillt në reality show. Kjo e bën Gjestin të menaxhueshëm në këtë spektakël dhe goditja e ushtruar ndaj Jozit, unë mendoj që ka qenë kësisht e panevojshme, por në ato momente sigurisht që Jozi ka grumbulluar shumë ngjarje të cilat në ndërveprime Gjestin e kanë bërë atë të frustruar e të afektuar. Ne e dimë që ai njerë në fillim i kishte kërkuar falje, pastaj sapo erdhi e mbështeste në disa situata dhe ndodhi që për një moment ku kuptoi që po leminoi, nuk e duroj dot, pra humbi kontrollin teksa pa që dera po i hapej nga Gjesti dhe i reagoi në mënyrë keqësisht impulsive duke ushtruar dhunë ndaj Gjestit dhe kjo sigurisht që ndoshta 1000 herë mund ta bëj Jozin të penduar, por pamjet janë, veprimi ka ndodhur, nuk mund të zhbëhet apo të rikthehemi pas që ta rikonstruktojmë, përveç se mund ta inkurajojmë produksionin, mund të inkurajojmë njerëzit, shoqërinë që në këto raste shikoni modelin shembullt të Gjestit që ai ta ruajë të qetësinë, sepse Gjesti do kishte mundësinë të reagonte ashpër në kundër veprim me Jozin, por e ruajti qetësinë, vazhdoi tutje, e qetësoi familjen e tij duke ju bërë thirrje që le të qetësohen sepse unë vazhdoj të jem mirë, do ta ruaj qetësinë. Tani bëri një kërkesë tek produksioni që të realizonte një ceremoni interesante martesore në reality show dhe të vazhdonte tutje dhe ju e shihni. Pra, ai po e ndjen fitoren dhe kam bindjen që fitoria e tij është afër, nuk supozoj vetëm se mund ta kem admiruar ose ndjekur lojën e Gjestit, ose mund të jemi anshëm në relacion me të, por unë shoh që Gjesti ka bërë shumë gjëra interesante në këtë spektakël. Disa thonë
po pse nuk ka treguar mençuri, ka ikur debatën, s'ka folur gjëra logjike, është shmangur sa ndesa këndej, është njeri, është një çun që bën thjesht punë një zhurmuesi, po jo pra. Po pra, ka një gjë këtu, e kupton? Ai arriti të zhvesh dhe njerëzit aty banorët nga ai qëndrim i ngurt apo nga sjelljet të herpaseshme që ishin të dyshimta të banorëve që shfaqeshin si të maturuar, me plot etik, gjesti i bëri ata të ndiheshin ndryshe. Kur them ndryshe, për nga syri i publikut, nga perceptimi i publikut, publiku e kuptoi se ata të cilët u eliminuan nga gjesti, nga ajo thënia e tij e famshme kulaçi i gjestit, u zhveshën nga petku i personalitetit të tyre dhe lehtësisht publiku i kuptoi, i vlerësoi. Dhe publiku e gjithë kohës vlerëson. Prandaj në këto situata unë inkurajoj njerëzit, publikun, ata të cilët ndjekin reality show, jo vetëm të shijojnë pamjet, por të reflektojnë ato sjellje që shohin, ato modele sjelljesh, veprimesh, kundër veprimesh, që mund të jenë edhe komplekse, por sigurisht që në të njëjtën kohë le t'i qasen edhe misioneve që profesionistët i trajtojnë këto tema të rëndësishme mbi spektaklet, mbi reality show, sepse kjo do të kontribonte në një mirë informim të konkretizuar të këtyre spektakleve, se sigurisht që mesazhi im do të ishte të ruajmë qetësinë dhe vazhdimisht të jemi gjaktoft në këto relacione, sepse emocionet e forta që kanë të bëjnë vetëm thjesht me argëtimin, me teatrin dhe spektaklin, sigurisht që mund të rrezikojnë. E them hapur këtë që të mos ndjejmë fare as dhimbjen e as përgjithësinë. Dhe kur vjen në një situatë kur ne nuk ndjejmë as dhimbjen as përgjithësinë, atëherë çfarë ndodh me ne si spektator? Humbasim thellësisht në potencialet tona të emocioneve që kemi për jetën, për njerëzit, ngrohtësinë, afirmitetin dhe shumë gjëra të dobishme shoqërore, të gjitha që kanë një emër të vetëm, pra kuptimin ekzistencial të jetës njerëzore. Dhe unë kam edhe një mesazh tjetër për të inkurajuar publikun dhe gjithë ata që na ndjekin, ne duhet me patjetër të edukohemi fuqishëm në nivelin emocional, dhe sigurisht që edukimi emocional është shumë më i rëndësishëm se shikueshmëria. Dhe kur shohim që njerëzit vetëm e dënojnë këtë akt në kuptimin moral e etik, e mbështesin në anën tjetër gjestin emocionalisht e psikologjikisht, ne duhet të analizojmë shumë më thellë se kaq, sepse ndodhin këto situata, sepse këto na ndihmojnë që në situata të tjera pasuese të jemi më të strukturuar dhe më të maturuar e të mirë menaxhueshëm në raport me të tjerët, dhe reality show na shërbejnë mjaftueshëm për të përvetësuar një uri dhe shkallësi se si duhet të ndërveprojmë me të tjerë, dhe kjo gërshëtohet në shumë dimensione në prizmin e psikologjisë sociale. Si vepron truri i Jozit, po themi, i cili mbështetet më shumë në aspektin fizik dhe në ushtrimin e agresivitetit përballë gjestit nga ana tjetër që ka një natyrë dhe një karakter tjetër? Ne si qenie njerëzore kemi cilësi, qëndrime tipare të cilat na dallojnë nga njëri tjetri. Mund kemi ngjashmëri, por formsomi dhe edukomi në rrethana dhe ambiente apo mjedise keqësisht tjera, dhe varësisht nga mënyra se si jemi
formësuar dhe në çfarë periudhash apo përvojash kemi kaluar nga ato fazat më të rëndësishme të jetës, siç është fëmijëria, por edhe faza e dheur e adoleshencës, e dheur në kuptimin psikologjik, na bën ne që situatat i perceptojmë sipas asaj se si jemi formësuar, jo vetëm nga parimi gjenetik, por edhe parimi epigjenetik, sociokulturor, emocional e psikologjik. Dhe referuar pyetjes tuaj, Jozi, kam bindjen se mund të reflektoj, megjithëse e ruaj qëndimin tim, dhuna nuk justifikohet. Kërkimfaljet, pendesat, vetë reflektimi janë cilësi të një karakteri apo një personaliteti që do të pësoj ndryshime dhe shpejgatëdijshmëri të rikonstruktoj me gjatë sjelljet e tija, por unë dua ta shoh gestin ashtu siç është, në një tempo, në një ritëm, me një humor të qëndrueshëm drejt asaj fitoreje që me merit i takon gestit. E tani po e ruaj pozicionin e një personi që ndoshta po e promovoj gestin duke u treguar i rinjanshëm, por a flasim hapur. Shikoni, po flasim hapur. Doni ta besoni ose jo, e ka merituar dhe e meriton fitoren. Por çfarë vendos publiku, si do të rrjedhin gjërat, gjithçka varet nga situatat pasuese dhe çfarë do ndodh deri në fund. Si është e mundur që gjesti hapi derën me mirësjellje dhe nga ana tjetër Jozi ushtroi dhunë mbi të? A tregon kjo se ai ka një kompleks inferioriteti përballë gjestit, duke mos arritur që ta mund me fjalë, por kërkon që ta mund përmes dhunës fizike? Shikoni, jo vetëm Jozi, por edhe persona të tjerë që mund të jenë të ndjeshëm, të afektuar, të frustruar, të mbushur ndonse me inat e xhelozi, në atë situata nuk them ndonse se mund të godasin ose mund të ushtojnë dhunë brutale ose goditje, por mund të ndjehen inferior dhe ka edhe një gjë shumë të rëndësishme këtu. Shumica prej banorëve në Big Brother VIP Albania, në fillim kur është futur gjesti, e kanë paragjykuar, e bullizuar në komunikimin e tij, në folur e tij, debatet që i zhvillonte, dhe absolutisht thjesht e kanë konsideruar si një outsider apo një transfer nga një, ta themi kështu, klub në një klub tjetër. Kur them klub, kjo analogjit me këto aktivitetet futbollistike sportive që bëhen, por absolutisht nuk e kam besuar se gjesti mund të vijë deri në finale, aq më tepër akoma të fitoj. E tani, kur kanë filluar të besojnë dhe ta shohin qartë se ky është një protagonist për fitoren e madhe, sigurisht që i bën banorët jo të ndihen inferior, por dhe të krijon aleanca dhe grupacione për të sulmuar apo sfiduar një grup tjetër, apo grupin e gjestit ose lidhjen në emocione dashurie romantike me Eglin. Ju e dini shumë mirë. Kur Don Kishoti filloi të lexonte, u bë gentleman apo jo? Kur filloi t'ju besonte gjërave që i lexonte, ai u bë çesharak, e kupton? Dhe kështu ndodhi me banorët. Banorët ndiheshin gentleman, sepse në raport me gjestin ndiheshin gentleman, ka ardhur thjesht outsider dhe nuk ka asgjë për ti, është thjesht një zhurmues dhe kaq. Por kur filluan t'ju besonin ideve të tyre se thjesht nuk mund të arrijë deri në finale dhe
ose nuk mund të jetë një protagonist, një nga kryesorët për të marrë titullin, atëherë tani po shihen si banor që në disa raste duken sikur janë edhe çesharak. Tani situata është shumë serioze. Ai është shumë pranë fitores, prandaj gjëja më e rëndësishme është se të tjerë mund të jenë inferior, mos harroni një gjë. Të tjerë mund të jenë inferior, por Gjesi në asnjë moment në raport me banorët e tjerë nuk është ndjer superior, as megaloman. Ta keni ndjerë. Si e komentoni faktin që si Lart Vasili ashtu dhe Rozana Radi nuk vrapuan për ta ndihmuar Gjestin, por patën një stepje, duke qenë se dhe ata kanë qenë, po themi thonjza, viktima të lojës së Gjestit? Përgjigjja është në pyetjen tuaj. Kanë qenë viktima të lojës së Gjestit. Dhe çfarë prisni ju? Si viktima të ndihmojnë atë që i ka bërë të ndjen si viktima, ndonkohë Gjesti nuk i ka bërë ata viktima, ata janë ndjerë si të tillë sepse Gjesti ka bërë lojën e tij brenda rregullave të bigut. Pra, mos prisni nga disa banorë që janë ankuar për gjumin, madje kanë kërcënuar brenda rregullave, brenda lojës në disa raste. Gjestin shiko se mos vazhdo kështu të ma gasmosha, ma provokosh nervin ose të ma provokosh gjumin, se situata mund të përshkallëzohet. Dhe ja tani, ju prisni që Rozana apo Laerti ose dikush tjetër aty që i ka pasur më të acaruar raportet me Gjestin, i ndihmonin ato momente? Jo. Ata aty kanë qenë spektator brenda një spektakli dhe jo banor, thjesht spektator në situatë mes Jozit dhe Gjestit. Kështu e shohim. Çfarë kanë dashur të fshehin ata në këtë rast? Tani kërkon nga unë që të jem super telepatik, metafizik e parapsikologjik, po e them me humor, lutem. Por çfarë kanë fshehur, çfarë fshehin, çfarë kanë tërdëllidur apo përshpëritur në mendjet e tyre, unë thjesht e shoh, është opinioni im, jo i bazuar në fakte apo në argumente, thjesht një bindje. Unë mendoj që kur e kam parë atë situatë, ndonse është paragjykim ndjes publikut, ndjes atyre që na ndjekin, po thjesht është opinioni im, ju lutem mos ndikoni nga opinioni im. Ata në ato momente ndoshta janë sinkronizuar me Jozin. Natyrisht nuk besoj se Laerti mund ta justifikojë dhunën Rozana ose dikush tjetër, edhe ata besoj që janë kundër dhunës, por duket sikur si spektator nuk kanë ndjerë dhimbje në ato momente. Dhe kur nuk ndjen dhimbje, atëherë çfarë rrezikojmë ne? Të humbasim përgjegjësinë tonë, etikën tonë njerëzore, sepse kur dëgjoj të tjerë kur thonë mos prisni etik në reality show. Po pikërisht brenda reality show vlerësohet më shumë se kur etika. Si e komentoni deklaratën se Jozi nuk do të lejohet të hyjë në Kosovë, të paktën nga mbështetësit e Gjestit? Për këtë deklaratë nuk kam asnjë lloj komenti, nuk i takon fushës dhe perspektivës time të studimit apo kompetencave të mia në cilësinë dhe rolin e psikologut. Deklaratat sa vinë shkojnë, bëhen virale, bëjnë xhiron e botës dhe nuk i komentoj bindjet dhe qëndrimet e njerëzve apo spekulimet, propagandat ndonse të atyre që spërkasin ditë për ditë. Unë thjesht ruaj qëndrimin tim dhe nuk komentoj Jozin, Gjestin, jashtë reality show dhe në jetrat e tyre private në dinamikat që i zhvillojnë. Prandaj refuzoj të përgjigjem sepse nuk dua ta komentoj këtë. Nuk është në perspektivën time të studimit. Ka dyshime se Jozi është dënuar 2-3 vite në Zvicër për dhunë ndaj një vajze, por mbetet në kuadrin e dyshimeve. A mendoni se historiku i tij i dhunës është reflektuar edhe në Big Brother?
Edhe një herë tjetër, unë jam kompetent të diskutoj dhe të trajtoj çështje thelbësore psikologjike e sociale mbi ndërveprimet komplekse dhe raportet e banorëve që kanë njëri me tjetrit, ajo se çfarë ai ka bërë jashtë ose ku ka qenë jashtë, ku ka jetuar një jetë në një vend tjetër, mbetet pjesë e historikut të tij, pjesë e jetës së tij private. Unë thjesht komentoj lojën dhe situatat që janë të tensionuara, të konfliktuoze brenda reality show. Por një gjë di them që historitë tona njerëzore sigurisht që janë të ndikuara nga periudha dhe fazat rëndësishme të fëmijërisë, nga psikoedukimi që marrim, nga trauma dhe tronditjet të cilat ne i kalojmë, nga problemet socio-emocionale të cilat i përjetojmë, sigurisht që këto ndërtojnë strukturën e personalitetit tonë. Prandaj me shumë qilqësi, por edhe njëkohësisht me sinqeritet, e them hapur para jush, jo vetëm Jozit, por secilit njeri tjetër duhet ta respektojmë historinë e secilit person, sepse jeta njerëzore fillon nga mikrokozmosi, ndërton makrokozmosin, ndërton universe të pafundme mbase momentesh e ngjarjesh të cilat disa mund të mbahen mend, mund t'i kemi akoma aktive në kujtesë, disa besin të fshehura në subkonsciencën tonë apo në pavedijen tonë, në kujtimet tona infantile, dhe të gjitha këto e përbëjnë modelin e një personaliteti apo një njeriu me shumë përjetimesh dhe emocionesh shumë ngjyrshë. Ron, dhe një pyetje e fundit, a do duhej që të kishte hyrë, po themi, psikologu atë natë kur ndodhi ngjarja e rëndë si për Jozin, pavarësisht se Jozi më pas u arrestuar nga policia, por të paktën për Gjestin dhe për banorët e tjerë? Nuk kam informacione të sakta se operon punën ose jo një psikolog gjatë gjithë kohës në mënyrë aktive në reality show, në Big Brother, por psikologu jo vetëm aty, por edhe jashtë, edhe kudo, në çdo lagje, në çdo komunitet, në çdo institucion, është mos i nevojshëm. Është një domosdoshmëri që nuk e shmangim dot. E dinim pse? Se gjithë jeta është psikologji. Më thoni një moment të caktuar ku nuk ka psikologji çasti e tanishmja dhe jeta jonë. Gjatë gjithë kohës mund të përjetojmë ankth, luatje humori, epizode depresive, ulje dëshirash, ngritje dëshirash, probleme të cilat atakohemi ditë për ditë, dhe gjatë gjithë kohës me ne na shoqëron psikologjia. Prandaj edhe psikologu do duhet të ishte pjesë e një spektakli apo një reality show, dhe nuk jam i informuar se ka qenë aty apo do duhet të ishte në atë momente aty. Thjesht unë sugjeroj që psikologët duhet të jenë në një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi e koordinimi me produksionin dhe stafin realizues të reality show Big Brother si në Kosovë, po ashtu në Shqipëri. Në këtë rast Gjesti, a do duhet që të kishte marrë trajtim nga psikologu direkt pas asaj ngjarje, pavarësisht se e kishte shkuar në spital dhe më pas u kthye dhe nuk ishte gjë serioze? Gjesti e ka ruajtur qetësinë e tij, maturinë e tij emocionale, ka promovuar një inteligjencë konzistente emocionale, por edhe ai është njeri, sigurisht që do t'i ndihmonte një rrëfim i sinqert, një bashkëbisedim empatik e terapeutik me një psikolog apo psikologe, dhe sigurisht që do ta bënte atë më të shkarkuar, më të çliruar
në të gjitha nivelet psikologjike dhe emocionale. Për këtë ju si media dhe gazetar duhet të mirë informoni nga produksioni apo nga ulumtimet që bëni se a e ka marrë një seancë apo një diskutim terapeutik, a është përfituar si një shërbim psikologjik pas atij momenti tronditës e shokues për gjithë ne që e kemi ndjekur dhe e kemi përjetuar. Ron, unë të falenderoj për gjitha pikpamjet, argumentet dhe analizën që bët këtu në Agora News. Faleminderit dhe ju më keni gjithmonë në dispozicion për të analizuar e trajtuar tema të rëndësishme që kontribojnë në shoqëri dhe jo vetëm për reality show, për Big Brother, por edhe për shumë fenomene të zaktuara që i hasim ditë për ditë. Faleminderit ju përgëzoj për punën e mirë takoheshim në takimet e radhës. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.